Fondi Humanitar Rapsha ju fton me kënaqësi të bëheni pjesë e mbrëmjes tradicionale më 14 dhjetor në orën 7 pasdite në sallën e kishës së Shënpalit në Rochester Hills. Një natë që premton ngrohtësi, emocione dhe bashkim të komunitetit tonë. Mbrëmjen do ta moderoj aktoria Brikena Hoxhalli, ndërsa folësi nderit do të jetë ish prokurori federal në Shtetet e Bashkuara, avokati John Junçaj, i cili do të ndajë me ne një mesazh frymëzues. Programi artistik do ndizet nga zërat e mrekullueshëm të këngëtarëve Anjeza Ndoj Gjonaj dhe Albin Andreaj, të cilët do të sjellin atmosferë festive me muzikë dhe këngë shqiptare. Aktivitete për të gjithë. Kënd lojrash për fëmijët, lojra argëtuese, llotari, surpriza dhe shumë emocion në një mbrëmje të menduar për çdo moshë. Super çmime në llotari, një MacBook computer, 2 iPad-e dhe 4 Kindles. Qëllimi ynë të forcojmë lidhjet e komunitetit tonë në Mërgat, në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada dhe të mbledhim fonde për fëmijët në nevojë, personat me aftësitë kufizuara, fëmijët jetim, familjet me vështirësi ekonomike dhe studentë të dalluar. Ju ftojmë të merrni pjesë së bashku me familjet tuaja. Të gjithë jeni të mirëpritur me gjithë zemër. Mirë se vini në një mbrëmje humanitare, festive dhe të paharrueshme. Fondi Humanitar Rapsha.